Këta janë banorë të fshatit të Hasit të Prizrenit. Ata janë duke mbledhur në qendër të fshatit. Po bëhen gati për një dasëm. Shumica nga këta dasmor janë farefisi i shtëpisë së Dhëndrit. Si që do tradita, dasmorët hedhin vallën në qendër të fshatit. Njëherë burrat, e më pas në valla inkuadrohen edhe gratë. Pas vallëzimit në qendër të fshatit, dasmorët me vallë nisën rrugëve të gurta të fshatit Lomaj, drejt shtëpisë së Dhëndrit. Derisa dasmorët po i afrohen dasmës tek dera e shtëpisë së Dhëndrit, vajza të reja, gra e burra i gëzohen ardhjes së tupanave dhe dasmorëve nga qendra e fshatit. Dasmorët futën në oborrin në shtëpisë së Dhëndrit. Ndërkohë, një djalë i vogël kujdeset që flamuri të vendoset afër derës së oborrit të shtëpisë së Dhëndrit. Derisa gratë vazhdojnë të vallëzojnë në obor, në odën e burrave hyn farefisi i Dhëndrit për të ruar familjarët dhe të afërmit. Në shtëpinë e Dhëndrit, organizimi ka karakter patriarkal, sepse organizohet në 2 kthina, në odën e burrave të veçantë për burra, ndërkaq në shtëpinë e Zjarrit organizohet dasma për femra. Mund të moneta. Jarush, a nisë të ashtë? Po. Bahar. Pas, gjithë. Bahar ju shuk. Shola ju pizot e bahar. Njëri prej të rinjeve të familjes përgatit tepsin me cigare për burra. O, Dorotea, e pa her. Dorotea, pa her. Her posi familje. Dorotea, pa her, po. Her posi familje. Bëhen gati edhe kafet për dasmorët. A keni mbledhur birë në i kali më shku me morë që ato bia
që a kini qudi ka me morë depin. Këto janë defatorët të cilat kanë ardhur për të bërë pjesë e dasmës. Defatorët janë muziktarët të cilat paguhen për të bërë dajre në ahengun familjar të kësaj familje. Veshjet janë më të ruajtura dhe më të pasura për botën femërore. Është e çuditërishme, po edhe nuk është, sepse ndodh kështu në çdo trev gati tonën dhe është për plot bukuri e para, për plot jetë dhe për plot simbolik. Kur them simbolik, tani ku ta shohim këtë simbolik? S'pare e kemi veshën sipas moshave, edhe pse është dasëm, secila mosh e ka veshën e vet. Derisa defatorët bëjnë dajrë në obor të shtëpisë, rrëz malit të fshatit, në dasëm po arrin bijat e shtëpisë. E lëm pas shtëpinë dhe shkojmë tek shtëpia e nusës. Nusja është duke e kryer ceremoninë e Kanaxheçit. Shumë vajza të reja me të cilat nusja ka kaluar një pjesë të rëndësishme të jetës së saj, mblidhen rreth nusës, i vendosin kanën dhe i këndojnë atë.
Rritja e kënas është një lloj tatuazhi që ishte në kulturat e lashta dhe ruhet edhe sot në disa popull dhe kulturat e lashta të Afrikës Qendrore, të Amazonisë, Indonezisë e tjera, të ne ka ardhur deri në ditët e sotme. Kana ka qenë natyrale dhe pikrisht në has është marrë një lloj myshku që rritet në gurin gëlqëror dhe këtu afër dhe mund ta fiksoj kamera më vonë, i cili fërkohet me 2 gur lagët. Edhe ajo është një lloj myshku dhe merr një ngjyrë kafe. Ajo vend në dur, në gjymtyrët e saj, në fytyrën e saj dhe është element i tatuazhit si moment i rritit kalimit nga vajzëria në nusëri. Inshallah shkan me faqet bardh. A mos me keni qef me qitë në lojt kapuqve, se dash me atë loj. Po, marë, po. A një hajtë vreti, apo Kemi darsa. Po, Shane, a për dilni? Me atona lene. Po dolem. Do për lytë kapuqe? Muj që mu bon në një. A për dilni ati verë që Po, marë, po dolem, dorështëm kemi. Ndërkohë në odën e burrave, si që do tradita e hasit, burrat e Farefisit fillojnë lojën tradicionale të kapuqave, e cila në vete përmban shumë satir e humor. Bëjmë shi. Ja, Plakit i bjerë me mshe. Plakit. Dhe me mshe mjë ta matrion ka. Ta dhe të qesit. Se matrion. A jemi gati? Gati jemi. Vazhdo. Bunja pluan bak, bunja. Bunja pluan se ka nuk taloni ka këm. A jemi as jemi. Hopja në sy. Vëlloj. Ismet ku jemi, Ismet? Mos me dhjetë, bishat fatë, pra mujë. Shkatëroj ta. E je konë bërbat. Po, që tu jam. Që tu Për ty. Ti ku je? Kili ma sënë që për ta pasi zonë. Ava vënë vajta? Kili sënë sa dushti. Ti zjetë Ismet. E i banë e kun? Aqë ma se e kënë shumë ati. Mere! Bol, për tyja! Ka për mua! Bravo! Verona! Katëroj, bra. Ku je bërgat? Vallaj! Lëpës me të nërusë! Që të dyët? Që të pe ajo, po... Se ka vetë me Që të lojnë. pe morë. Po, krynë! A dyta, në në lojnë. Me falem ja pes. Po! Mi u kënu. Jo, bab, se mu e do. A darsëm. Të mirë të qe. Tu shka dërgjë. Qaj, A mi kënu, e? Fort. Haj. Shko ma keq. Kure nisëm borën luje, kure nisëm borën luje. O, mire ditëm, që po kënoj me, mire ditëm, që po kënoj me. Që
Zile tisha rretha kolla, zile tisha rretha kolla. Lëmbi mirë, ju më qora, lëmbi mirë, ju më qora. Kanë faj, mirë kanë. A i folëm, as i folim, a i folim, as i folim. Qile derën, moshin molin, qilja derën, moshin molin. Po thot moli nuk i duhe, Po thot moli nuk i duhe. po thot dreqi, Bjemi muhe, po thot dreqi, bjemi muhe. drunte, Po sa gjoki, s'poj djek ty një drunte. pashti. Lefsha trunte, ty një poshti, lefsha trunte. Ty maksutat kum kalzue, ty maksutat kum kalzue. Ska shkat villoja me muhe, ska shkat villoja me muhe. Bëni. Lojra me kapuqa ka vetëm karakter defrimi dhe në atë ka shumë satirë, shumë humor për dominimin, për këtë mundësin që e mujnë të tjerë. Mirë, por nuk ka hidhrime. Ka shumë fjalë edhe pejorative, banale që përdoren, mirë po nuk ka hidhrim, është një lojë defrimi, gazmeni, rrit gazmendin. Se maknove shoshin e teme, se maknove shoshin teme. Këtyre temin. Su kërqene, këtyre temin, su kërqene. Për në dasëm është nisur edhe daja i dhëndrit. Si që do tradita, si dhurataj në dasëm dërgon një dash. Ndryshe këto e thrasin edhe deshar. Dajen e presin farefisi i dhëndrit me tupana e vallë. Ky është një element në vete shumë i rëndësishëm, sepse paraqet edhe përgjegjësinë, obligimin e dajës që po e marton nipin. Ky është element avunkulati, është lidhja e qumshtit quhet në shkencën e etnologjisë. Prandaj, në raport me gjithë dasmorët e tjerë, dhurata ati duhet dalluar. Si pas traditës, daja e dorëzon dhuratën e tij në dorën e të zotit të shtëpisë. Më pas daja bëhet pjesë e vallës në oborrin e shtëpisë zotit të dasmës. Në odë,
Pak para se dasmorët të bëhen gati për të shkuar Krushqi, dy pleshë të farefisit luajnë në kavall. Burra, miq, daj, lipa, gjithse e një herë bomshi vakti, a më shku Krushk. Më shpritovshi qaj. Po më për herë, po. Më të jarë, më për të shkuj. Që të gati jemi jarë me krynë. Herë bomshi, tonë. Tashmë të gjitha përgatitjet janë bërë, është koha për të shkuar me marrë nusën. Vazhdovi. Është koha të rënditën Krushqit, sipas traditës. Krushqit janë bërë gati nisën për në shtëpinë e nusës. Atyre u prind dy djemë të rinë, të cilët sipas traditës janë të gatshëm edhe të flijohen vetëm e vetëm për t'i mbrojtur Krushqit. Pas Krushqive vjen edhe kali i nusës, i cili duhet të ketë ngjyrë të bardhë dhe i mbuluar me një mbulojë të kuqe. Krushqit vazhdojnë rrugën nëpër lagjet e gurta të Romajës, drejt shtëpisë së nusës. Derisa Krushqit afrohen, burrat në shtëpinë e nusës janë bërë gati për t'i pritur dasmorët. Krushqit rehatohen në vende, ndërkaq që nikoqirët u ofrojnë duhan. Nga ana tjetër, të rinjët bëjnë gati kafet për mysafirët. Sipas traditës në Romaj të Hasit, mysafirët duhet të qohen dhe të luajnë nën lodra. Ndërkohë, disa nga pjesëtarë të farefisit të nusës ngarkojnë kalin me qezin e nusës.
gati jemi. Vjen koha që nusja të del nga shtëpia. Sipas traditës, në njërën anë vëllau dhe në anën tjetër daja e mbajnë për krahun nusën dhe e vendosin mbi kal. Kali i nusës gjendet në dorë të familjarëve deri në fund të lagjës. Më pas, vjen edhe koha kur familjarët e nusës dorëzojnë atë në dorën e familjarëve të Mik, pa herë të koftë, gjok jem, njerëzit, i sholen më imë më ikbal. Amen, amen, faleminderit. Dorëzim pranimi bëhet me një traditë të vjetër duke i thënë: gjaku im, erzi i juaj, erzi i yt, erzi në kuptimin e moralit. Pra, nusja kur shkon të dhëndrit, rujtjen e moralit të saj e ka obligim shtëpia e dhëndrit. Deri tash e ka pas obligim dhe ruajtje, ka rujt shtëpia babait të saj. Krushqit dal nga dal i afrohen shtëpisë. Te dera e shtëpisë së dhëndrit, një dasmor hedh mbi krushqit grur dhe oriz. Pasi nusja futet në obor, vjera afron një djalë të vogël te kali i nusës dhe i fut në mbulojen e saj. Më pas nusja zbret nga kali nga ana e djathtë. Kështu e do tradita. E më pas nusës në tokë i shtrohet një thes. Ritët nuk mbajrojnë me kaq.
Më pas, nusja futet brenda. Para se të futet në derë, nusja duhet i bëj disa adete. Tri hera. Qezi njusë është, kja halla e burit, I ka prunë qarop, ta vllaznit të burit janë kretë, kja pet është halla e vjehrit, ka këmish, kanac edhe qarop. To janë dë vjehrës. Pichuhit, jam shamia, marhoma, këmisha, pistoni, të mbosnët janë shtollaki, kanaci, to janë rëhonet, shoka, to janë apet folne këtu, 2 motër të vjehrit. To janë vjehrit, që to këmish, donë janë vjehrit. To janë burit, këmish, donë këmish, qarop, putka, shokë dhe shalë.